Edhe Gjirokastra tashmë ka një qendër shëndetësore verore që do të ofrojë shërbim shëndetësor për turistët që këtë verë do të vizitojnë qytetin e UNESCO-s. Ngritja e saj u bë pas kërkesës së Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër i bëri Ministrisë së Shëndetësisë, nisur nga numri i vizitorëve që kanë kërkuar shërbim gjatë viteve të fundit në urgjencën e Spitalit Rajonal Omer Nishani. Kemi hapur me sukses qendrën shëndetësore turistike mu në zemër të qytetit tonë, pranë Kalas, në lagjen Dunavat, ku japim shërbim 24 orë me mjek dhe infermier të cilët janë përzgjedhur nga portali Mjek dhe Infermier për Shqipërinë. Kështu që unë jam shumë i lumtur që do të jemi në këtë situatë ku do të japim shërbim karshi jo vetëm qytetarëve, por edhe turistave të shumë që vizitojnë edhe në orët e vona të natës Gjirokastrën dhe pazarin karakteristik, dhe shpresojmë që të kemi një sezon sa më të mbarë dhe më të shëndetshëm dhe shumë të sigurt për gjithë turistat që vizitojnë jo vetëm Gjirokastrën, por gjithë Shqipërinë. Kjo qendër shëndetësore do të funksionojë për 4 muaj me shërbim 24 orë. Qendra ofron shërbimet e urgjencës, kemi aparaturën e EKG-s, kemi matje tensioni, matje diabeti, parametrat vital jetik për një urgjencë për sa i përket momentit të pacientit, dhe më vonë ne jemi gjithmonë të lidhur me urgjencën kombëtare, por sidomos dhe me Spitalin Rajonal, ku në kohë reale ju e dini tashmë që kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe i referojmë tek Spitali Rajonal për specialitete më të mëtejshme. Ambienti është përcaktuar në qendrën shëndetësore të lagjes Dunavat për shkak të afërsisë me Kalan, por edhe me pazarin karakteristik, ku edhe fluksi vizitorëve është më i lartë.